Presidenti i Sirisë takim kokë më kokë me Putinin në Moskë, zbardhen prapaskenat. Presidenti i përkohshëm i Sirisë Ahmed al-Shaara ka udhëtuar drejt Moskës ku ka zhvilluar një takim kokë më kokë me homologun rus Vladimir Putin. Sipas mediave të huaja, ky takim ka shënuar kontaktin e parë midis Putinit dhe al-Shaara. Veçantia e këtij takimi është pasi kujtojmë se Putin ka dhënë mbështetje theksuar parasit të al-Shaara Bashar al-Assad. Pas rrëzimit të regjimit të al-Assadit, ky fundi është larguar drejt Rusisë, ku ju dha dhe azil atij dhe familjes së tij. Ndërkaq Putini ka thënë se dy vendet kanë qenë miqësore për më shumë se 80 vjet dhe marrëdhënia e Rusisë me Sirinë nuk lidhet me rrethanat politike. Gjatë këtyre dekadave ne gjithmonë jemi udhëhequr nga një gjë, interesat e popullit sirian, ka thënë udhëheqësi rus. Ky fundit e ka quajtur përmbysjen e regjimit të Assadit një sukses të madh dhe një hap drejt konsolidimit shoqëror.